Në një dhomë të zbukuruar me yje letre, një fëmijë shkroi një dëshirë që nuk futej dot në pako. Ishte një ëndër e thjeshtë, por e thellë, të shihej, të dëgjohej, të duhej. Dhe ishte pikërisht në atë letër të grisur që një baba mos përfillës më në fund u zgjua. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Dhjetori në Tiranë ka një aromë të veçantë. Nuk është aroma e borës, pa dyshim, as e oxhakut të ndezur si nëpër filma. Është aroma e asfaltit të lagur nga shirat e ftohtë që vijnë pa paralajmërim, duke mbushur rrugët me pellgje që thahen ngadalë në diellin e zbeth të dimrit. Është aroma e pishës plastike të ruajtur gjithë vitin në depon e shkollës, me atë pluhurin e grumbulluar që askush nuk e pastron siç duhet. Është aroma e letrës krep të përdorur për të zbukuruar klasat, e ngjitësit të bardhë që thahet në gishtat e fëmijëve, e lapsave me dyll që ngurtësohen nga i ftohti. Është aroma e shpresës së mbështjellë me premtime për pushime, e dhuratave poshtë pemëve të zbukuruara, e rifillimeve që kalendari i premton, por jo gjithmonë i përmbush. Por për disa fëmijë, dhjetori është thjesht një muaj tjetër ku të rriturit shtiren sikur gjithçka është në rregull, ku priten buzëqeshje edhe kur nuk ka arsye, ku kërkohet të falënderosh edhe kur nuk ka çfarë të festosh. Atë mëngjes, shkolla 9 vjeçare, mësuesja Adelina Marku, ishte zbukuruar siç kishte qenë gjithmonë në 20 vitet e fundit. Zinxhir prej letre shumë ngjyrëshe përshkonin tavanet e klasave, vizatime pemësh të vitit të ri, të shtrembra por të sinqerta, mbulonin muret. Yje të arta të ngjitura me skoc në dritare pasqyronin dritën e diellit që këmbëngulte të shkëlqente pavarësisht rreve të ngarkuara. Ishte dita e veçantë, ajo që drejtoria pedagogjike e shënonte në kalendar me stilolaps të kuq dhe pikë çuditëse, dita e letrës për babagjyshin e vitit të ri. Traditë. Ritual. Teatër fëmijësh. Në klasën e dytë të fillores, 23 fëmijë ishin ulur në karrige tepër të vogla për masat e ankthit që mbanin brenda. Disa qeshnin me zë të lartë, nervoz. Të tjerë pëshpërisnin sekrete për atë që do të kërkonin. Kishte nga ata që e kishin listën të mësuar përmendësh që nga tetori, dhe kishte nga ata që ende nuk e dinin nëse mund të ëndërronin lart apo ishte më mirë të kërkonin diçka të vogël, të realizueshme, që të mos i zhgënjente kur të mos vinte. Lira Gashi ishte 5 vjeçe, me flokë gështenjë të lidhur në 2 gërsheta të bëra keq, që ishte përpjekur t'i rregullonte vetë në mëngjes, sepse dadoja ishte vonuar dhe babai kishte dalë tashmë për një mbledhje të rëndësishme para se dielli të lindte plotësisht. Lira ishte e vogël edhe për moshën e saj, tepër e dobët sipas pediatres që bënte gjithmonë atë fytyrën e shqetësuar në vizita, me sy të mëdhenj e të errët që dukeshin se ruanin më shumë pyetje se sa përgjigje, më shumë hidhërime se sa duhet të mbajë një fëmijë. Ajo nuk ishte nxënësja më e folur e klasës. As më e qeta. Ishte nga ata fëmijë që vëzhgojnë shumë, që u kushtojnë vëmendje detajeve që të rriturit mendojnë se askush nuk i vëre, që i ruajnë fjalët e ashpra në kujtesë si dikush që ruan plagë që nuk janë shëruar kur siç duhet. Ishte tipi që e kuptonte kur babai e humbiste vëmendjen edhe pse ishte i pranishëm, që e vinte re kur dadoja pshertinte e lodhur para se t'i përgjigjej një pyetje, që e ndjente kur ishte pengesë vetëm duke ekzistuar. Atë mëngjes, kur mësuese Mimoza shpërndau fletët e letrës me bordura të zbukuruara me zile dhe drer, Lira e mori të sajën me të dyja duart, si dikush që merr diçka të shenjtë. Mimoza ishte një grua rreth të 40-tave, me flokë të lyer me një të kuqe të ndezur, thonjë të gjatë të lyer me manikyr të artë, gjithmonë me një gjerdan të madh në qafë dhe një zë që dukej se nuk e gjente kur tonin e duhur mes autoritetit dhe padurimit. Ajo nuk ishte e keqe nga natyra, thoshin disa nëna në grupet e WhatsAppit, ajo thjesht ishte e lodhur. E mbingarkuar. E zhgënjur nga profesioni. Sikur kjo të justifikonte gjithçka. E gjithë shkolla e dinte në prapasken se Mimoza po ngjitej në një rrugë të rrezikshme. Ankesat e prindërve shuheshin nga drejtoresha, Vjolca, e cila preferonte të shmangte konfliktet dhe të ruante aparencat. Në fund të fundit, ishte fundvit, kishte festën e shkollës për të organizuar, kishte regjistrimet për vitin tjetër, kishte imazhin e shkollës për të mbrojtur. Dhe Mimoza, pavarësisht gjithçkaje, kishte një avantazh të vlefshëm, ishte kushërira e dytë e një antari të bordit drejtues të shkollës. Një lidhje farefisnore që, në Shqipëri, ende vlen më shumë se kompetenca. Fëmijët filluan të shkruanin. Disa me shkronja të mëdha e të shtrembra, të tjerë duke kopjuar atë që po bënte shoku i bankës, të tjerë duke shpikur në çast. Biçikletë. Kukull që flet. Videoloj.
patina, çokolata, rroba të reja, një qen, një mace, një pishin. Kërkesa materiale konkrete të mundshme për t'u mbështjell me letër dhuratash. Lira mori lapsin, mori frym thellë siç bënte kur I duhej guxim dhe filloi të shkruante. Ngadalë, me kujdes. Shkronje pas shkronje, sikur çdo fjalë të peshonte një ton ndjenje. Ajo nuk kërkoi lodër, nuk kërkoi rroba, nuk kërkoi biçikletë. Lira kërkoi diçka që nuk blihet në dyqan, që nuk ka kod bar, që nuk futet në kuti dhurate. Ajo shkroi me një sforcim të dukshëm në presionin e lapsit mbi letër, I dashur baba gjysh, unë dua që baba im të bëhet sërish baba I vërtet. Që të haj darkë me mua. Që të vi në shtëpi para se unë të fle. Që të më përqafoj pa parë celularin. Që të më pyes si e kalova ditën. E di që ai punon shumë, por do të doja që ai të më shite edhe mua. Anash vizatoi 2 figura të kapura për dore. Një të madhe dhe një të vogël. Baba dhe bi. Kur Mimoza kërkoi që çdo fëmijë të lexonte letrën e tij me zë të lartë, klasa u kthye në një përzierje të qeshurash, duartrokitjesh dhe disa të qarash të shtirura. Shumica e fëmijëve lexonin shpejt të turpëruar, ndërsa shokët bënin komente. Gjithçka ishte e lehtë derisa erdhi radha e Lirës. Vajza u ngrit ngadalë, duke mbajtur letrën me të dyja duar. Filloi të lexonte, por zëri I doli aq I ulët sa Mimoza e urdhëroi ta përsëriste më lart. Lira u përpoq, por diçka në fyt dukej se ja mbërthente fjalët. Mimoza, atëherë, humbi durimin. Ja rrëmbeu letrën nga dora Lirës dhe filloi ta lexonte me zë të lartë, me një ton që tashmë mbante helm të maskuar si pedagogji. Kur arriti te pjesa e babait, fytyra e Mimozës ndryshoi. Fillimisht erdhi buzëqeshja anësore, ajo buzëqeshja e rrezikshme e dikujt që ka gjetur një dobësi dhe do ta shfrytëzojë. Pastaj erdhi ndërprerja. Ajo ndaloi së lexuari, ngriti syt nga Lira dhe pyeti, para gjithë klasës, kjo është letër e vërtet apo dramë si në serialet turke? Fëmijët qeshën. Jo sepse ju duk qesharake, por sepse kjo pritej prej tyre. Qeshën nga imitimi, nga frika se mos ishin të radhës, nga që nuk e dinin se mund të mos qeshnin. Lira u skuq, duart filluan t'i dridheshin, syt ju mbushën me lot që u përpoq t'i mbante duke pulitur syt shpejt. Ajo u përpoq të shpjegonte, me zërin që I dridhej, është ëndra ime, mësuese. Është ajo që dua më shumë. Mimoza nuk e dëgjoi. Ose e dëgjoi dhe nuk I bëri përshtypje. Ajo vazhdoi, tani me zë më të lartë, pothuajse didaktik, sikur po jepte një mësim të rëndësishëm. Fëmijë, në jetë nuk mund të kërkojmë gjëra të pamundura. Duhet të mësojmë të kërkojmë atë që mund të ndodhë. Baba yt punon, Lira. Ai të jep shtëpi, ushqim, shkollë. Ti duhet të falenderosh, jo të shpikësh se ai nuk është baba I vërtet. Lira u përpoq të fliste sërish, por zëri nuk I doli. Dhe atëherë Mimoza bëri të paimagjinueshmen. Me një lëvizje të shpejt, pothuajse teatrale, ajo e grisi letrën në mes. Pastaj e grisi sërish. Dhe sërish. Copëzat e letrës ranë mbi bankën e Lirës si bor e pistë, si ëndër e copëtuar, si fëmijëri e ndërprerë. Mësuesja dekretoi me një ftohtësi që u ngjit në mure, këtu askush nuk do të realizoj asnjë ëndër. Jeta nuk është për rallë. Dhe duke e parë drejte në sy Lirën, pa ja përmendur emrin, por duke e goditur drejte në shpirt, askush nuk do ta bëj këtë të ndodhë. As baba gjyshi, as askush tjetër. Lira nuk bërtiti. Nuk u përgjigj. Thjesht qëndroi aty, tepër e vogël për kaq shumë mizori, duke u përpjekur të merrte frym ndërsa kraharori I ngrihej dhe I ulej tepër shpejt. Fëmijët e tjerë shikonin, të frikësuar, pa e ditur nëse lejohej të ndjenin keqardhje apo nëse do të ndëshkoheshin edhe ata për këtë. Dhe në atë moment, diçka që duhej të ishte e lehtë dhe magjike u bë e rëndë dhe reale. Jashtë klase, në korridorin e heshtur të shkollës, qëndronte një burr. Artan Gashi, 42 vjeç, biznesmen I njohur në Tiranë, pronar I një kompanie ndërtimi që po rritej vitet e fundit, gjithmonë I veshur mirë, gjithmonë me qëndrimin e dikujt që kontrollon gjithçka. Artani ishte nga ata burra që shfaqen në revistat e biznesit, që japin intervista për sipërmarrjen që quhen fitimtar. Por atë mëngjes, ai nuk ishte asnjë fitimtar. Ishte thjesht një baba që, për ndonjë impuls të pashpjegueshëm, vendosi ta merrte të bien më herët nga shkolla.
Ai kishte një mbledhje të rëndësishme në orën 10. Kishte një telefonat ndërkombëtare të planifikuar. Kishte 1000 gjëra për të zgjidhur. Por u zgjua atë ditë me një shtrëngim në gjoks që nuk arrinte ta shpjegonte. Një ndjesi se po humbiste diçka të rëndësishme, se po vraponte gjithmonë pas arritjeve dhe po e linte jetën t'i rrëshiste ndër gishta. Kështu, në mënyrë impulsive, anuloi mbledhjen e parë dhe vendosi ta merrte lirën nga shkolla, qoftë edhe vetëm për të ngrënë drek bashkë. Një gjest i vogël, pothuajse i parëndësishëm, por që do të ndryshonte gjithçka. Artani ishte gati të trokiste në derën e klasës kur dëgjoi zërin e Mimozës. Ai ndaloi. U afrua pranë të çarës së derës. Dhe dëgjoi gjithçka. Poshtërimin. Përqeshjen. Letrën që u gris. Dhe pa, përmes hapësirës së vogël, skenën që do t'ia shemte botën, lira e mbledhur kruspull në karrige, copzat e letrës të shpërndara mbi bank, fytyra e kuqe nga turpi, e gjithë klasa që mësonte se të poshtërosh është normale kur vjen nga dikush që ka pushtet. Shoku ishte fizik. Artanit ju desh të mbahej pas murit për të mos u lëkundur. Ai, që nuk qante kur, që gjithmonë ruante qetësinë, ndjeu syt t'i digjinin. Nga jashtë, ishte biznesmeni i palëkundur. Nga brenda, ishte një baba i vonuar që po kuptonte, për një herësh, sa herë kishte dështuar. Sa darka kishte humbur. Sa histori para gjumit ja kishte deleguar dadojës. Sa herë lira ishte përpjekur t'i tërhiqte vëmendjen dhe ai kishte thënë prit vetëm pak, bia ime, vetëm këtë mbledhje, vetëm këtë kontratë, vetëm këtë udhëtim. Dhe pjesa më e keqe, ajo që i dhemte më shumë se gjithçka, ishte të kuptonte se lira nuk dukej e habitur. Ajo dukej e mësuar. Sikur të kishte dëgjuar shumë herë se ëndrat e saj ishin të pamundura, se nevojat e saj ishin egzagerim, se duhej të kërkonte më pak dhe të falenderonte më shumë. Artani nuk mendoi. Thjesht e shtyu derën dhe hyri në klasë. Heshtja ishte e menjëhershme. 23 palë sy fëmijësh u kthyen nga ai, të frikësuar dhe kureshtar. Mimoza, në një refleks automatik të dikujt që di ta fshehë maskën, ndryshoi plotësisht qëndrim. Buzëqeshja e sforcuar u shfaq. Zëri ju bëi ëmbël, pothuajse mjalt, zoti Artan, surprizë e këndshme. Thjesht po mësoja vlera të rëndësishme fëmijëve, e dini si është, sot ata duhet të mësojnë se jo gjithçka është siç duam ne. Artani nuk u përgjigj. Ai përshkoi klasën me hapa të vendosur, ndaloi para bankës së lirës, u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj dhe e pyeti, me zërin më të butë që mundi, a je mirë, zemra ime? Lira u përpoq të ishte e fortë. U përpoq të buzëqeshte. U përpoq të thoshte po. Por buzët i dridheshin dhe syt i kishte plot. Artani, me duart e tij të mëdha dhe të kujdesshme, filloi të mblidhte copzat e letrës së grisur. Një nga një. Ngadalë. Sikur çdo copës të ishte një pjesë e zemrës së së bijës që duhej ta bashkonte sërish. Mimoza u përpoq të ndërhynte, zoti Artan, me gjithë respektin, mendoi se po bëni furtunë në një gotë ujë. Lira është një vajzë e llastuar, duhet të mësoj se jeta ka kufi. Unë thjesht po i mësoja realitetin. Artani ngriti syt ngadalë, ende i ulur, duke mbajtur copzat e letrës. Dhe kur foli, zëri i doli i ulët, por me një peshë që e bëri gjithë klasën të ngrinte, ju i griset letrën time bijës. Para gjithë klasës. Dhe i thatë se askush nuk do t'ja realizoj ëndrrën. Çfarë realiteti është ky që po mësoni ju? Mimoza hapi gojen të përgjigjej, por Artani ishte tashmë në këmbë, duke marrë çantën e lirës, duke i zgjatur dorën asaj. Eja, bia ime. Merri gjërat e tua. Do të ikim. Lira pa të atin, pastaj mësuesen, pastaj shokët e shoqet. Kishte frikë në sytë e saj, frikë se mos po shkaktonte probleme, frikë se mos do të ndëshkohej më vonë. Por kishte edhe diçka të re, diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh, ndjesinë se dikush ishte në anën e saj. Ata dolën nga klasa të kapur për dore, në nënvështrimin e habitur të fëmijëve që do të komentonin për këtë gjatë gjithë ditës, gjithë javës, ndoshta gjithë vitit. Nën fytyrën e tërbuar të Mimozës që tashmë po llogariste si të mbrojej, si ta kthente narrativën, si ta shndërronte atë baba në horë dhe veten në viktim. Në korridor, Artani ecte shpejt, me lirën që pothuajse vraponte për të ndjekur hapat e tij, sikur po iknin nga diçka më e madhe se ajo klasë.
në obor, në hijen e një mani të madh e të vjetër që dëshmonte histori shkolle prej dekadash, larg syve kureshtar që përgjonin nga dritaret, larg veshëve që përpiqeshin të kapnin çfarë po ndodhte, Lira shpërtheu. Qau me një forcë që e trembi edhe vetë, që e trembi të atin që nuk e kishte parë kur të bien kështu. Qau si dikush që e kishte mbajtur brenda prej muajsh, ndoshta vitesh, si dikush që më në fund kishte leje të ndjente, të ishte e brish, të mos ishte e fortë gjatë gjithë kohës. Lotët i vinin të nxehtë e të shpejt, duke i lagur këmishën e të atit, duke i dridhur gjithë trupin e vogël. Dhe mes dënesave që ja prisnin fjalët, ndërsa Artani e përqafonte për herë të parë pas shumë kohësh pa nxitim, pa celularin në dorë që dridhej nga mesazhet urgjente, pa mbledhje që e priste, pa justifikim për të ikur me vrap, ajo rrëfeu gjithçka. Tregoi çfarë ishte shkruar në letër me një sinqeritet që dhembte, me fjalë që dilnin të ndërprera por të vërteta, me një qartësi që vetëm fëmijët e kanë kur më në fund dikush i dëgjon vërtet. Se ajo nuk donte lodra të shtrenjta, ato që babai i dërgonte gjithmonë për të blerë kur ndihej fajtor për një udhëtim tjetër të humbur, për një fundjavë tjetër duke punuar. Nuk donte udhëtim në resort me pishin dhe bufe, ku ai kalonte gjithë kohën në laptop ndërsa ajo luante vetëm. Nuk donte iPad të ri, tablet të gjeneratës së fundit, celular me të gjitha lojrat, këto gjëra që ai mendonte se kompensonin mungesën. Ajo donte vetëm që babai të ishte baba i vërtet. Që të hante darkë me të, edhe sikur të ishin makarona të shpejta, edhe sikur të ishte diçka e thjeshtë, por të ishin bashkë, duke biseduar, duke parë njëri tjetrin në sy. Që ta pyeste si e kishte kaluar ditën në shkollë, me kë kishte luajtur në pushim, nëse kishte mësuar diçka të re, nëse ishte e lumtur apo e trishtuar. Që të shihte një film bashkë në divan, edhe sikur të ishte film vizatimor që ati i duke i budallallëk, por të qëndronte aty i pranishëm, duke qeshur bashkë, duke bërë komente pa kuptim, duke qenë baba dhe jo vetëm sigurues i të ardhurave. Që të ishte i pranishëm jo vetëm fizikisht si një mobilje e shtrenjtë në salon, por vërtet me gjithë zemër aty, me gjithë vëmendjen tek ajo, pa menduar për kontrata, mbledhje apo objektiva financiare. Artani mbeti pa fjalë, me një nyje në fyt aq të shtrënguar sa i dhemte të gëlltitej. Për herë të parë në jetën e tij si i rritur, për herë të parë që kur kishte vendosur se suksesi ishte sinonim i parave dhe statusit, të gjitha fjalimet e tij motivuese si biznesmen i suksesshëm, të gjitha mbledhjet e tij të rëndësishme që nuk mund të shtyeshin, të gjitha kontratat e tij milionere të nënshkruara në darka të shtrenjta me njerëz të rëndësishëm, e gjithë kjo ju duke vogël, e zbrazët, e parëndësishme pranë një letre të grisur dhe një bie 5 vjeçare që kërkonte vetëm prani. Vetëm dashuri pa nxitim, vetëm një baba që të ishte baba. Ai e mbajti Lirën fort, sikur donte të kompensonte të gjitha përqafimet që nuk ja kishte dhënë, dhe i përshpëriti në vesh, do ta rregulloj unë këtë. Ta premtoj. Jo me fjalë, jo me dhurata. Me vepra. Dhe ishte aty, në atë manin e madh në oborin e një shkolle publike në Tiranë, që Artan Gashi mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Ai nuk do ta linte këtë të kalonte. Nuk do të pranonte që dikush t'ia poshtëronte të bien dhe të dilte pa u lagur. Nuk do të lejonte që Lira të rritej duke menduar se ndjenjat e saj nuk kishin rëndësi. Po atë pasdite, pasi e la Lirën në shtëpi me dadojen dhe u sigurua që ishte mirë, Artani u kthye në shkollë. Kërkoi një takim të menjëhershëm me drejtoreshën Vjollca, një grua 50 vjeçare, me flokë të shkurtër e të thinjur, syze të mbështetura në majë të hundës, gjithmonë me një dosje nën sqetull dhe një buzëqeshje politike në fytyrë. Vjollca e priti Artanin në zyrën e saj, një dhomë e vogël me erë letre të vjetër dhe kafeje të ringrohur. Zoti Artan, surprizë. Si mund t'ju ndihmoj? Artani nuk humbi kohë me mirësjellje. I tregoi gjithçka. Letrën e grisur. Poshtërimin publik. Atë që Lira kishte kërkuar dhe si e kishte trajtuar Mimoza. Vjollca dëgjoi me fytyrën gjithnjë më serioze, por kur Artani mbaroi, ajo lëshoi një pëshertim të lodhur dhe filloi fjalimin që ai tashmë e priste. E kuptoj plotësisht shqetësimin tuaj, zoti Artan. Por jam e sigurt se ka qenë një keqkuptim. Mësuese Mimoza është e rrept, po, por ajo ka shumë vite përvojë. Ndonjëherë fëmijët i keqinterpretojnë gjërat. Keqkuptim, përsëriti Artani, me zë të kontrolluar por rrezikshmërisht të ulët. Bia ime u poshtërua para gjithë klasës. Letra e saj u gris. Dhe ju po më thoni se ishte keqkuptim. Vjollca hapi gojen të përgjigjej, por në atë moment ndodhi diçka e papritur. Dikush trokiti në derë.
Ishte Gëzimi, një burr rreth të 50-tave, punonjes I shërbimeve të përgjithshme I sapo punësuar, gjithmonë I heshtur, gjithmonë duke punuar në prapasken. Ai hyri I druajtur, duke mbajtur kapele në duar, duke kërkuar falje për ndërprerjen. E di që nuk është puna ime, filloi ai, por mendoj se zotëria duhet të dëgjoj diçka. Dhe atëherë telenovela pati kthesën e saj të parë të madhe. Gëzimi kishte një zakon, ai regjistronte audio në celular për të dokumentuar bisedat në punë, sepse ishte akuzuar padrejtësisht për gjëra që nuk I kishte bërë në punë të mëparshme. Atë mëngjes, ai ishte në korridor pranë klasës, me celularin në xhep duke regjistruar kur ndodhi gjithçka. Dhe ai kishte regjistruar gjithçka, letrën që lexoi, përqeshjen, grisjet, fjalinë mizore, të qeshurat nervoze të fëmijëve. Gëzimi vendosi celularin mbi tavolinën e drejtoreshës dhe shtypi butonin play. Zëri I mimozës mbushi dhomën, I qartë dhe I pamohueshëm. Artani mbylli sytë, duke dëgjuar sërish atë mizori të maskuar si pedagogji. Vjollca u zbe. Dhe kur audioja mbaroi, heshtja në zyrë ishte aq e rëndë sa dukej solide. Artani e pa vjollcën dhe I tha, me një qetësi që tremte më shumë se çdo britm, tani më thoni sërish se ishte keq kuptim. Vjollca gëlltiti me vështirësi. U përpoq të fitonte kohë. Tha se do të fliste me mimozën, se do të hetonte faktet, se do të merrte masa. Por Artani nuk ishte më I gatshëm të pranonte premtime të vagullta. Ai e pa Gëzimin dhe e pyeti, a mund të marr një kopje të këtij audioje? Gëzimi pohoi me kokë. Dhe në atë moment, me audion në celular dhe vendosmërinë e një babai që u zgjua vonë por u zgjua, Artani doli nga zyra I vendosur të shkonte deri në fund. Ai nuk e dinte ende për masat e komplotit që ishte gati të zbulonte, as sa fëmijë të tjerë po prisnin dikë që të kishte guximin të përballej me sistemin. Por ai dinte një gjë, nuk do të ndalonte derisa e bija të ndjente se ja vlente të kishte ëndra, madje edhe ato të pamundurat. Ndërkohë, në klas, Lira shikonte nga dritarja, ende me sy të enjtur, duke pyetur veten nëse diçka do të ndryshonte vërtet apo nëse nesër gjithçka do të kthehej siç kishte qenë gjithmonë. Nata ra mbi Tiranë me atë zhurmën karakteristike të një qyteti të madh që nuk fle kurrë plotësisht. Makina që I bien Boris, sirena në largësi, murmurima e vazhdueshme e miliona jetëve që ndodhin në të njëjtën kohë. Por brenda apartamentit të Artan Gashit, në katin e 15 të një pallati elegant në zonën e bllokut, heshtja ishte pothuajse solide. Lira kishte ngrënë darkë, kishte bërë dush dhe ishte shtrirë në krevat, e përqafuar me arushin pelush që I kishin dhuruar për ditëlindjen e fundit, duke parë tavanin sikur kërkonte përgjigje në njollat e bojës. Artani ishte ulur në sallon, me celularin në dorë, duke dëgjuar audion që Gëzimi ja kishte kaluar për herë të tretë. Me çdo dëgjim, zemërimi rritej, por rritej edhe diçka më e thellë dhe më e dhimbshme, tha ai. Si nuk e kishte vënë re më parë. Sa herë Lira ishte përpjekur t'i tregonte diçka për shkollën dhe ai e kishte dëgjuar për gjysmë, I shpërqendruar nga emailet apo tabelat. Sa sinjale kishte injoruar sepse ishte tepër I zënë duke ndërtuar një perandori ndërsa humbiste të bien? Ai mori frym thellë dhe hapi WhatsApp-in. Kishte një grup prindërish të klasës së Lirës, nga ata grupe ku ai nuk merrte pjesë kurrë aktivisht, ku vetëm shite mesazhet të grumbulloheshin. 93 mesazhe të palexuara. Ai lëvizi lart duke kërkuar diçka, çfarëdo gjëje që tregonte se edhe prindër të tjerë kishin probleme me mësuese mimozën. Dhe gjeti. Nuk ishin ankesa të drejtë për drejta, por mund të lexojë mes rreshtave, komente delikate për rreptësinë e tepruar, për fëmijët që vinin në shtëpi duke qarë, për metoda të dyshimta disiplinore. Një mozaik shqetësimi që askush nuk kishte pasur guximin ta shndërronte në denoncim formal. Artani filloi të shkruante një mesazh, e fshiu, shkroi sërish. Nuk ishte e lehtë për një burr të mësuar të zgjidhte gjithçka me autoritet të pranonte publikisht se e bija ishte poshtëruar. Por ai po fillonte të kuptonte se disa betejë nuk fitohen me pushtet apo para. Disa betejë fitohen me ndershmëri dhe guxim për të qenë I brish. Ai shkroi, mirëmbrëma të gjithëve. Jam Artani, baba I Lirës. Dua të ndaj me ju diçka që ndodhi sot në shkollë dhe do të doja të dija nëse dikush ka kaluar një situatë të ngjashme me mësuese mimozën. Dhe pastaj tregoj gjithçka, pa dredha, pa zbutje, me ftohtësinë e dikujt që raporton fakte, por me dhimbjen e dikujt që ndjen çdo fjalë. Përgjigjja ishte pothuajse e menjëhershme. Fillimisht erdhi një mesazh privat nga Arta, mamaja e Gentit.
Pastaj një tjetër nga flutura, mamaja e anës. Pastaj edhe 2, edhe 3. Në më pak se një orë, 7 familje kishin kontaktuar Artanin duke raportuar përvoja të ngjashme. Fëmijë që quheshin budallënj në klasë. Vizatime të zhubrosura para të gjithëve sepse ishin të shtrembra. Ndëshkime poshtëruese si të qëndronin në këmbë me fytyrë nga muri gjatë gjithë orës së mësimit. Nofka mizore që mësuesja i shpikte dhe që fëmijët e tjerë i përsërisnin në pushim. Arta shkroi, djali im ka ardhur në shtëpi duke qarë 3 herë këtë semestër. Fola me drejtoreshën, por ajo tha se mimoza është e rreptë sepse do t'i përgatis fëmijët për jetën. Sikur poshtërimi përgatit dik për diçka. Flutura shtoi duke fshirë lotët që këmbëngulnin të binin. Ana kishte marrë 10 në provim, kishte studiuar aq shumë, u gëzua aq shumë kur pa notën. Dhe sepse festoi me zë tepër të lartë, duar trokiti nga gëzimi, mësuesja ja grisi provimin dhe e urdhëroi ta bënte sërish në shtëpi si ndëshkim që nuk dinte të festonte siç duhet. Bia ime është 6 vjeçe. 6 vjeçe. Dhe tashmë ka mësuar se të tregosh lumturi mund të ndëshkohet, se të kesh sukses dhe të gëzohesh për këtë mund të jetë gabim. Tani ajo merr notë të mirë dhe hesht, duke parë anash me frikë se mos feston gabim. Çfarë lloj mësimi është ky? Çfarë lloj të rriturish po formojmë kur mësojmë se gëzimi duhet të përmbahet? Agroni, baba i Benit, një burr i madh që punonte në ndërtim dhe që rrallë fliste shumë, pastroi fytin dhe tha, me vështirësi, djali im filloi të belbëzonte pasi mësuesja e imitoi duke lexuar me zë të lartë. Ai po lexonte ngadalë sepse ende po mëson dhe ajo filloi të imitonte zërin e tij, duke i zvarritur fjalët dhe fëmijët e tjerë qeshen. Tani ai ka frikë të lexojë. Ka frikë të flasë. E çoi te logopedisti 2 herë në javë dhe mjekja tha se nuk është problem fizik. Është traumë. Është frikë. Fëmijë 6 vjeçar me traumë nga klasa. Dhe unë nuk dija që të bëja sepse jam punëtor ndërtimi, nuk kam shkollë, mendova se nuk kisha të drejtë të vija në dyshim një mësuese të diplomuar. Valbona, mamaja e Elës, e cila kishte heshtur deri atëherë, foli me zë të ulët por me një vendosmëri që i kapi të gjithë në befasi. Unë punoj në mëngjes në një zyrë dhe pasdite në një lokal. Nuk kam kohë të shkoj në shkollë në mes të ditës. Nuk kam para për psikolog privat. Kur bia ime filloi të urinonte sërish në krevat, mendova se ishte fazë, se do të kalonte. Kur ajo filloi të qante çdo mëngjes kur duhej të shkonte në shkollë, mendova se ishte tekan, se duhej të isha më e prerë. Vetëm kur ajo shkroi në një fletë, Sheurazi, se nuk donte të jetonte më sepse ishte tepër budallaqe për të mësuar, e kuptova se nuk ishte dram. Ajo është 5 vjeçe. 5. Dhe tashmë ka shkruar se nuk do të jetoj. Mësuesja i thoshte, para të gjithëve, se ishte e ngadaltë, se pengonte mësimin, se nëse nuk arrinte të ndiqte ritmin ishte më mirë të përsëriste vitin me fëmijë më të vegjël. Ndihem si nëna më e keqe në botë që nuk e kuptova më parë. Që e lash ti me bi vetëm në këtë. Artani lexoi çdo rrëfim me zemrën gjithnjë e më të shtrënguar. Ky nuk ishte një rast i izoluar. Ishte një model. Një sistem. Dhe më e frikshmja, të gjithë e dinin, por askush nuk kishte arritur të bënte gjë sepse drejtoresha preferonte të injoronte, sepse mësuesja kishte mbrojtje politike, sepse ishte më e lehtë të bindeshe se fëmijët po egzageronin se sa të përballeshe me të vërtetën e pakëndshme. Ai u përgjigj privatisht çdo nëne, çdo babai që ishte shprehur, do të mblidhemi. Nesër, nëse është e mundur. Duhet të dokumentojmë gjithçka dhe të shkojmë së bashku të flasim me drejtorinë. Vetëm na injorojnë. Së bashku bëjmë zhurmë. Të nesërmen, Artani u zgjua herët, përgatiti mëngjesin për lirën për herë të parë pas disa muajsh. Petulla. Asgjë e sofistikuar, të marra nga një recetë që e gjeti me nxitim në Google, pak të djegura anash, por të bëra me vëmendje, me prani. Lira zbriti me pijame, ende me sy të enjtur nga të qarat e ditës së mëparshme, dhe ndaloi e habitur kur pa të atin në kuzhinë. Nuk kishe mbledhje sot herët, babi? Pyeti ajo, me atë zërin e vogël të dikujt që ka frikë të mësohet me diçka të mirë. E anulova, u përgjigj Artani, duke i vënë pjatën përpara. Sot do të rri me ty dhe nesër gjithashtu. Dhe sa herë të kesh nevojë. Lira i pa petullat e djegura sikur të ishin gjëja më e bukur në botë. Dhe ndoshta ishin. Sepse nuk ishte çështje perfeksioni. Ishte çështje përpjekjeje.
Ishte çështje të ishe aty. Ata hëngrën bashk, duke biseduar për gjëra të vogla, të rëndësishme, të përditshme. Lira tregoi se kishte një shoqe të re në shkollë, Besën, që ishte bija e psikologes së re që kishte ardhur para pak kohësh. Artani e shënoi emrin në mendje. Pas mëngjesit, ai nuk doli me vrap për në zyrë. Qëndroi aty, e ndihmoi Lirën të zgjidhte rrobat, t'i krite flokët, t'i bënte gërshetat që dolen më mirë se ato të ditës së mëparshme, por ende jo perfekte, njerëzore. Në orën 9 të mëngjesit, 7 familje ishin mbledhur në një kafene pranë shkollës, një nga ato vendet e vogla dhe mikpritëse që mbanin erë buke të thekur dhe kafeje të filtruar. Artani, Arta, Flutura dhe 4 prindër të tjerë që rrallë shiheshin jashtë eventeve të detyrueshme të shkollës. Aty ishin Agroni dhe Julinda, prindërit e Benit, një djalë 6 vjeçar që kishte filluar të belbëzonte pasi ishte qortuar publikisht disa herë. Ishin Marku dhe Ana, prindërit e Sarës, e cila kishte pushuar së ngrituri dorën në klasë nga frika se mos jepte përgjigjen e gabuar dhe përqeshej. Dhe ishte edhe Valbona, nën beqare e Elës, një grua që punonte 2 turne dhe që gjithmonë ishte ndjer e pafuqishme përballë shkollës sepse nuk kishte kohë as para për t'u grindur me institucionet. Të gjithë kishin të njëjtën shprehje të lodhur, një lodhje që vinte nga muaj, ndoshta vite, duke gëlltitur shqetësime, duke u përpjekur të bindnin veten se fëmijët po egzageronin, se ishte normale, se dikur ishte më keq dhe të gjithë mbijetuan. Por kishte edhe diçka të re në sytë e atyre njerëzve, vendosmëri. Vendosmëria e dikujt që vendosi se mjaft, e dikujt që kuptoi se heshtja nuk mbron askënd, se të biesh dakord me heshtje është ende të biesh dakord. Arta ishte e para që foli dhe kur filloi, zëri i dridhej, ndihem fajtore çdo ditë. Sepse e dija që diçka nuk shkonte. Genti zgjoi natën duke qarë, duke thënë se nuk donte të shkonte në shkollë. Ai shihte ëndra të këqija me mësuesen që i bërtiste. Dhe unë, në vend që të bëja diçka, i mbaja fjalime, duke i thënë se duhej të ishte më i fortë, se jeta kështu ishte, se të gjithë kanë mësuese të rrepta në shkollë. Sikur kjo të ishte normale. Sikur fëmijët e vegjël duhet të mësojnë të jenë të fortë kundër të rriturve abuziv. Na duhen prova konkrete, tha Artani. Rrëfimet janë të rëndësishme, por na duhet diçka më shumë. Dokumentacion. Dëshmitar. Diçka që drejtoria nuk mund ta fshijë nën tapet. Atëherë Arta kujtoi diçka, a e dini se ka kamera në klasa, apo jo? Për siguri. Shkolla i instaloi vitin e kaluar pas asaj historie me vjedhjen në parking. Kamerat ishin të brendshme, por drejtoria kishte akses. Problemi ishte se drejtoresha Vjollca nuk do t'i përdorte kurrë kundër mësueses së mbrojtur. Përveç se nëse do të detyrohej. Më duhet një avokat, mendoi Artani me zë të lartë. Dikush që kupton të drejtën arsimore, që di si të bëj presion brenda ligjit. Flutura ngriti dorën me droj, kunati im është avokat. Merret me raste të ngacmimit moral në ambiente pune. Nuk e di nëse merret me raste shkollash, por mund ta pyes. Artani pohoi me kokë. Çdo pjesë po vendosej në vendin e vet nuk ishte më vetëm për Lirën. Ishte për Gentin që po zhvillonte tike nervore. Për Anën që po i binin flokët nga stresi. Për Kledin që kishte filluar sërish të urinonte në krevat. Për të gjitha ato fëmijëri që po vidheshin nga një e rritur që ngatëronte edukimin me terrorizimin. Ndërsa prindërit organizoheshin në shkollë, Mimoza gjithashtu nuk rinte duar kryq. Ajo e dinte se gropa po thelloi. E njihte Artan Gashin me emër, e dinte se ishte një njeri me ndikim, me burime. Duhej të vepronte shpejt për të kontrolluar narrativën. Ajo kërkoi drejtoreshën Vjollca që në orën e parë dhe filloi teatrin e saj. Ai burr po përpiqet të më shpif sepse e bija e tij është e llastuar dhe nuk pranon kufi. Ai ka regjistruar një audio të modifikuar, të nxjerrë nga konteksti. Ti e di si jam unë me fëmijët, Vjollca. E rrept, por e drejtë. Ai po përdor ndikimin për të shkelur mbi gjithçka. Vjollca ishte në një dilemë. Nga njëra anë, i njihte ankesat për Mimozën. Nga ana tjetër, Mimoza ishte kushërira e Fatosit, i cili ishte në bordin drejtues të shkollës dhe kishte shumë pushtet në vendimet administrative. Të pushonte ose të largonte Mimozën do të thoshte të krijonte një problem politik të brendshëm që mund t'i kushtonte vetë vendin e punës Vjollcës. Ajo provoi një zgjidhje të mesme, do të flas me zotin Artan. Do të propozoj një ndërmjetësim. Ndoshta mund ta zgjidhim këtë pas skandal.
Mimozës nuk I pëlqeu, por ju desh të pranonte. Ndërkohë, ajo filloi të mbillte thashë theme në korridoret e shkollës. Se Lira ishte një fëmijë problematik. Se babai ishte mungesor dhe tani donte të kompensonte fajin duke sulmuar shkollën. Se e gjithë kjo ishte teatër për të tërhequr vëmendjen. Helmi shpërndar në doza të vogla por të vazhdueshme, nga ai lloj që ngjitet dhe përhapet. Por kishte dikë që vëzhgonte gjithçka me vëmendje klinike, Besa Aliu, psikologjia e re e shkollës. Ajo ishte 32 vjeçe, me sy të vëmendshëm, me një mënyrë të qetë por të prerë, nga ata njerëz që shohin përtej të dukshmes. Ishte punësuar para 3 muajsh për të ndihmuar shkollën të menaxhonte më mirë rastet e vështirësive në të nxënë dhe çështjet emocionale të fëmijëve. Dhe që kur kishte ardhur, kishte vënë re modele shqetësuese. Besa kishte një zyrë të vogël në katin e dytë, ku I priste fëmijët individualisht. Lira nuk kishte shkuar kur atje zyrtarisht, por atë javë, pas incidentit të letrës, drejtoresha sugjeroi se do të ishte mirë që Lira të fliste me psikologen. Një mënyrë për t'ia kaluar problemin dikujt tjetër, për të treguar se shkolla po bënte diçka pa bërë në të vërtetë asgjë. Lira hyri në zyrën e Besës në mes të mëngjesit, me çantën e rënë në shpinë dhe sytë ende mosbesues. Besa buzëqeshi, por jo në atë mënyrën e egzageruar që të rriturit përdorin me fëmijët. Buzëqeshi vërtet, me respekt. Përshëndetje Lira. Unë quhem Besa. Mund të më therrasësh bija. Mund të ulesh ku të ndihesh më rehat. Zyra ishte ndryshe. Kishte jastëk shumë ngjyrash në 2 sheme, një raft të ulët me libra për fëmijë, një tavolinë të vogël me lapsa me ngjyra dhe letër. Nuk dukej si dhomë ndëshkimi. Dukej si vend I sigurt. Lira u ul në një koltuk me pëlhur Leila, duke përqafuar çantën sikur të ishte një mburoj. Edhe ti do të më bërtasësh? Pyeti ajo, drejt për drejt, me atë sinqeritetin e papërpunuar që vetëm fëmijët e kanë. Besa ul në 2 sheme, në lartësinë e syve të Lirës, duke kryqëzuar këmbët në një pozicion që nuk kishte asgjë formale apo të largët. Jo. Unë nuk I bërtas askujt. Unë vetëm bisedoj. Dhe vetëm nëse personi dëshiron të bisedoj me mua. Nëse ti nuk do, nuk ka problem. Mund të rrim këtu në heshtje, ose mund të vizatosh, ose të luash me lodrat atje në rraf. Ti vendos. Lira qëndroi në heshtje, duke vëzhguar Besën me atë vështrimin mosbesues të dikujt që është mashtruar më parë, të dikujt që ka mësuar se të rriturit thonë një gjë dhe bëjnë një tjetër. Besa priti, pa nxitim, pa ankth, pa u përpjekur ta mbushte heshtjen me fjalë boshe. Ajo e dinte se fëmijët e traumatizuar kanë nevojë për kohë, për hapësirë, për siguri absolute se mund të besojnë, se nuk do të gjykohen, se nuk do të ndëshkohen për atë që ndjejnë. Pas disa minutash që u dukën si orë, Lira e lëshoi çantën ngadalë dhe mori një laps me ngjyrë nga tavolina. Filloi të vizatonte me vija të vogla e hezituese, pa e parë Besën. Dhe ndërsa vizatonte, filloi të fliste. Ngadalë, me pauza të gjata, por foli. Për letrën, për babagjyshin që nuk ishte për lodra. Për baban që e donte por që nuk ishte kur në shtëpi, që kur ishte kishte celularin në dorë, që dukej se jetonte në një botë tjetër nga e saja. Për mësuesen që ja grisi ëndrrën para të gjithëve dhe I tha se askush nuk do ta realizonte atë. Për turpin, për të qeshurat e shokëve, për ndjesinë se ishte gabim vetëm pse donte atë që donte. Besa dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë. Pa bërë atë fytyrën e keqardhjes që të rriturit bëjnë me fëmijët. Pa u përpjekur ta rregullonte me fjalë të bukura, por boshe si gjithçka do të shkojë mirë, ose mësuesja jote ishte e stresuar. Ajo thjesht dëgjoi, vërtet, me zemër dhe jo vetëm me vesh. Dhe kur Lira mbaroi, qëndroi në heshtje për 1 minutë të tërë para se të fliste, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Lira, më shiko pak. Lira ngriti syt, ende mosbesuese. Besa vazhdoi, me zë të prerë por të butë, ëndra jote është e vlefshme. Plotësisht e vlefshme. Të kërkosh praninë e babait tënd nuk është të kërkosh shumë. Të kërkosh dashuri nuk është të kërkosh shumë. Të kërkosh vëmendje nuk është të kërkosh shumë. Ti nuk je gabim. Ti nuk ke qenë kur gabim. Kushto që tha se ti ishe, se ëndra jote ishte e pamundur, se ti nuk mund ta doje këtë, ai person ishte gabim. Plotësisht gabim. Dhe ajo që të bëri ty ishte gabim. Shumë gabim. A e kupton këtë? Lira puliti syt disa herë duke e përpunuar.
Sikur po dëgjonte për herë të parë në gjithë jetën e saj të vogël se ndjenjat e saj ishin të vlefshme, se ajo nuk ishte problemi, se nuk duhej të kërkonte falje që ekzistonte me nevoja. Por mësuese Mimoza tha se unë jam e llastuar. Se kam gjithçka dhe shpik drama. Besa mori frym thellë, duke kontrolluar zemërimin që ndjeu kur dëgjoi këtë. Të kesh shtëpi dhe ushqim nuk do të thotë se nuk mund të kesh nevojë për gjëra të tjera. Fëmijët kanë nevojë për ushqim, po, por kanë nevojë edhe për përqafime. Kanë nevojë për vëmendje. Kanë nevojë për dikë që t'i pyes si e kaluan ditën. Kjo nuk është të jesh i llastuar. Kjo është të jesh fëmijë. Të jesh njeri. Të gjithë kanë nevojë për këtë, Lira. Të gjithë. Dhe kur një i rritur thot se je e llastuar pse ke nevojë për dashuri, ai i rritur është i hutuar për atë që do të thotë të kujdesesh për dikë. Lira e pa Besën sikur të kishte dëgjuar gjën më revolucionare në botë. Sepse ndoshta ishte vërtetimi se ndjenjat e saj kishin rëndësi. Se ajo nuk ishte gabim që donte atë që donte. Besa, pas asaj bisede, mori një vendim profesional. Shkoi në zyrën e drejtoreshës dhe kërkoi të rishikonte historikun e seancave të fëmijëve të klasës së Mimozës. Si psikologe e shkollës, kishte akses në këto informacione. Ajo që gjeti ishte alarmante. Në 2 vitet e fundit, 12 fëmijë nga klasa e Mimozës ishin dërguar për trajtim psikologjik të jashtëm për çështje emocionale. Ankth, depresion fëmijëror, tike nervore, frikë për të shkuar në shkollë, regresione në sjellje, indekse shumë mbi mesataren e klasave të tjera. Një model statistikisht i pamundur për t'u injoruar. Besa përgatiti një raport teknik me të dhëna, me grafik, me prova. Dhe ja çoi Vjollcës, drejtoresh, duhet të flasim për një problem sistemik që po ndodh në këtë shkollë. Vjollca e lexoi raportin me fytyrën gjithnjë e më të zbehë. Kjo ishte provë dokumentare. Provë profesionale. Nuk mund të injorohej më. Por gjithsesi, ajo u përpoq ta zvarriste. Besa, ti je e re këtu. Nuk e njeh gjithë kontekstin. Mimoza ka metoda të rrepta, por kjo nuk do të thotë se po shkakton probleme emocionale. Besa nuk u tremb, me gjithë respektin, drejtoresh, 12 raste në 2 vjet nuk janë rastësi. Është model. Dhe modeli tregon shkakun. Duhet të hetojmë. Nëse jo për ndërgjegje, të paktën për përgjegjësinë ligjore të shkollës. Ndërkohë, Artani ishte në zyrën e avokatit të tij, i cili pasi dëgjoi gjithë rrëfimin, tha me qartësi, ke një rast të fortë. Ngacmim moral në mjedis shkollor, neglizhencë e drejtorisë, dëme emocionale. Mund të ngrem padi kundër shkollës dhe kundër mësueses personalisht. Por duhet të paralajmëroj, do të jetë e lodhshme. Do ta ekspozoj të ndebi. A je i sigurt se e do këtë? Artani mendoi për Lirën. Për atë se sa e ekspozuar kishte qenë tashmë. Për atë se si meritonte paqe, jo më betejë. Por mendoi edhe për Gentin, për Anën, për të gjithë fëmijët e tjerë. Dhe kuptoi se nëse ai, me gjithë privilegjin që kishte, nuk do ta përballonte këtë, kush do ta bënte? Dua. Por dua ta bëj këtë në mënyrën e duhur. Duke i mbrojtur fëmijët sa më shumë të jetë e mundur. Avokati pohoi me kokë, atëherë do të na duhen të gjitha provat që mund të mbledhësh. Audioja është e shkëlqyer. Por më duhet më shumë. Rrëfime të tjera. Dokumente nga shkolla. Nëse është e mundur, akses në filmime. Atëherë Artanit i lindi një ide, po sikur të kërkonin një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Prindërve? Zyrtare. Të dokumentuar. Ku të gjithë të mund të raportonin formalisht atë që kishin përjetuar? Avokati buzëqeshi, tani po mendon si avokat. Në fund të javës, shkolla u detyrua të thërriste një mbledhje të jashtëzakonshme. Këshilli i Prindërve, që normalisht ishte figurativ, papritur fitoi forcë kur 7 familje u bashkuan duke kërkuar hapësirë për të folur. Vjollca u përpoq ta kontrollonte mbledhjen, por e humbi kontrollin kur Arta filloi të fliste, me zërin që i dridhej por të prerë, për atë që kalonte i biri. Pastaj flutura. Pastaj të tjerët. Një kordhimbjesh që nuk mund të heshtej më. Mimoza ishte aty, me krahët e kryqëzuar, me atë shprehjen e dikujt që po i bëhet pa drejtësi. Derisa Artani u ngrit dhe tha, unë kam një audio.
të regjistruar aksidentalisht, por që dokumenton saktësisht atë që ndodhi me ti me bi. A do dikush ta dëgjoj? Heshtja në sallë ishte absolute. Vjollca u përpoq të ndërhynte, por nëna të tjera tashmë po kërkonin ta dëgjonin. Dhe kur audioja u lëshua me zë të lartë e të qartë, zëri i Mimozës që thoshte se askush nuk do ta realizonte ëndrrën e atij fëmije, atmosfera ndryshoi plotësisht. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do ta kishit çuar situatën më tej apo do të ishit përpjekur ta zgjidhnit në mënyrë më diskrete? Na tregoni në komente. Në atë moment, Besa hyri në sallë me raportin e saj. U dorëzoi një kopje secilit antar të pranishëm dhe tha, me autoritetin teknik të dikujt që e di se çfarë po flet, zotërinë dhe zonja, nuk bëhet më fjalë për rrëfime të izoluara. Bëhet fjalë për prova të dokumentuara të një modeli sjelljeje të dëmshme për zhvillimin emocional të fëmijëve nën përgjegjësinë e këtij institucioni. Mbledhja përfundoi pa konkluzione të menjëhershme, por me një siguri, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Nata ra sërish mbi Tiranë, por këtë herë, në shtëpinë e Artan Gashit, kishte një dritë tjetër. Lira po hante darkë me të atin, duke qeshur me një shaka pa krip, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, dukej si një fëmijë 5 vjeçar pa peshë mbi supe. Ende nuk ishte zgjidhur gjithçka. Por po fillonte. Ditët në vijim ishin një mal me emocione që askush në atë shkollë nuk i kishte përjetuar më parë. Mbledhja e jashtëzakonshme e këshillit të prindërve kishte hapur një plagë që rrifte gjak nga të gjitha anët, duke ekspozuar jo vetëm sjelljen e Mimozës, por një strukturë të tërë që preferonte heshtjen para drejtësisë, aparencën para së vërtetës. Tirana vazhdonte të rrotullohej jashtë, me miliona banorët e saj që vraponin pas ëndrave dhe faturave për të paguar, por brenda asaj shkolle publike po ndodhte një tërmet i heshtur. Mimoza nuk qëndroi duar kryq pas mbledhjes. Ajo ishte tepër e zgjuar për këtë, tepër me përvojë në mbijetesën në sisteme që mbrojnë ata që kanë lidhjet e duhura. Të nesërmen në mëngjes, ajo kërkoi Fatosin, kushëririn e saj të dytë që ishte në bordin drejtues të shkollës, dhe i pikturoi një tablo krejtësisht të ndryshme nga realiteti. I tregoi se po përndiqej nga një baba i pasur dhe me ndikim që donte të kontrollonte gjithçka në shkollë, se familjet e tjera ishin të manipuluara, se audioja ishte e modifikuar dhe e nxjerrë nga konteksti, se fëmijët e sotëm ishin të llastuar dhe prindërit modern nuk pranonin më që të edukoheshin me reptësi. Fatosi dëgjoi gjithçka me atë shprehjen e një njeriu të rëndësishëm që është mësuar të zgjidhë problemet me telefonata dhe favore. Ai i telefonoi Vjollcës po atë pasdite dhe ja bëri të qartë se, ndonse e respektonte procesin, do të ishte shumë e papërshtatshme për të gjithë nëse do të kishte një skandal publik që përfshinte shkollën. Se do të ishte më mirë të zgjidhej brenda, me ndërmjetësim, pa bujë. Dhe se Mimoza kishte vite shërbimi, kishte të drejta pune, dhe se pushimi i saj nga puna pa një proces të duhur mund të gjeneronte një problem ligjor edhe më të madh. Vjollca e kuptoi mesazhin. Ishte bllokuar mes presionit të prindërve, provave të dokumentuara që Besa kishte paraqitur, dhe pushtetit politik të brendshëm që mbronte Mimozën. Ajo provoi një strategji të mesme, thiri Artanin për një bisedë private dhe i propozoi që Mimoza të merrte një leje të përkohshme, një largim diskret për arsye shëndetësore, ndërsa shkolla do të kryente një hetim të brendshëm të heshtur. Asnjë skandal, asnjë polici, asnjë proces gjyqësor. Vetëm kohë që ujërat të qetësoheshin. Artani e dëgjoi propozimin me krahët e kryqëzuar, ulur në të njëjtën karrige të parehatshme të zyrës që mbante erë letre të vjetër, kafe të ringrohur dhe zgjidhjesh të paplota. Kur Vjollca mbaroi së foluri, me atë tonin e dikujt që mendon se po tregohet e arsyeshme, se po gjen një rrugë të mesme perfekte, ai mori frym thellë, duke numëruar deri në 10 në mendje siç bënte në mbledhjet e tensionuara të biznesit, dhe u përgjigj me një qetësi që ishte shumë më e rrezikshme se çdo britm. Drejtoresh Vjollca, me gjithë respektin për ju dhe postin që mbani, ju po më propozoni që unë të pranoj ta fshi këtë nën tapet. Që unë të shtirem sikur gjithçka është në rregull ndërsa mësuesja merr ca pushime të paguara, merr një raport mjekësor të përshtatshëm dhe kthehet pas disa muajsh kur të gjithë të kenë harruar, kur fëmijët të mos komentojnë më, kur prindërit të kthehen në jetët e tyre të zëna. A është pikërisht kjo që po më kërkoni? Vjollca ndjeu shqetësimin të rritej. Ajo nuk ishte mësuar të konfrontohej kaq drejt për drejt, veçanërisht nga prindër që normalisht vetëm binin dakord me gjithçka, nënshkruanin dokumente dhe e linin shkollën të bënte punën e saj në paqe. U përpoq të argumentonte, duke rregulluar syzet në hund në një gjest nervoz që e bënte kur ishte e pasigurt. Zoti Artan, nuk është tamam kështu.
Ekziston një proces institucional që duhet ndjekur. Nuk mund ta pushoj thjesht një mësuese të emëruar pa kaluar nëpër procedurat e duhura ligjore. Ka të drejta pune të përfshira, ka procedura administrative. Më duhet të ngrej një komision etike, të mbledh dëshmi formale, të jap të drejtën e mbrojtjes. Kjo kërkon kohë. Dhe ndërkohë, për të mbrojtur fëmijët dhe gjithashtu vetë mësuesen, mendova se do të ishte e mençur një largim i përkohshëm. Është më e mira për të gjithë në këtë moment. Artani tundi kokën me një buzëqeshje pa asnjë gëzim, atë buzëqeshjen e hidhur të dikujt që po sheh një lojë të trukuar të shpaloset para syve. Jo. Nuk është më e mira për të gjithë. Është më e mira për shkollën, për imazhin institucional, për të shmangur skandalin. Por nuk është më e mira për fëmijët. Sepse e dini çfarë do të mësojnë fëmijët nga kjo? Do të mësojnë se të rriturit e fuqishëm mund të bëjnë gjëra të gabuara dhe të dalin pa u lagur. Do të mësojnë se kur ke lidhjet e duhura, nuk përballesh me pasoja reale. Do të mësojnë se të denoncosh nuk vlen, sepse në fund gjithmonë gjendet një mënyrë për të mbrojtur atë që nuk duhet mbrojtur. Dhe e dini cila është pjesa më e keqe, drejtoresh? Është se unë gati sa nuk e pranova. Gati sa nuk thash po, le ta bëjmë kështu, le ta shmangim skandalin. Sepse edhe unë jam pjesë e këtij sistemi, e kësaj bote ku preferojmë aparencën para së vërtetës, ku preferojmë një paqe të kalbur para një konflikti të nevojshëm. Por nuk do ta bëj këtë. Jo këtë herë. Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për ti me bi. Janë 12 fëmijë në 2 vjet të dërguar për trajtim psikologjik për çështje emocionale të lidhura me mjedisin shkollor. Është një model i dokumentuar nga një profesioniste e kualifikuar, me të dhëna, me prova, me histori. Dhe nëse shkolla nuk merr masa serioze, reale, transparente, do ta çojë këtë në prokurori, në Ministrinë e Arsimit, në Drejtorinë Arsimore Rajonale, te avokati i popullit, në media nëse është e nevojshme. Jo për hakmarrje personale, jo për ego. Por sepse fëmijë të tjerë meritojnë të studiojnë pa pasur frikë të hyjnë në klasë, meritojnë të jenë fëmijë pa mbartur trauma të shkollës fillore për gjithë jetën. Biseda përfundoi pa marrëveshje. Artani doli nga ajo zyrë duke e ditur se kishte shpallur luftë, por edhe duke e ditur se nuk kishte më kthim pas. Në mbrëmje, foli me avokatin i cili konfirmoi, proceset kundër institucioneve arsimore për dëme morale ndaj të miturve ishin komplekse, të gjata, të lodhshme. Por ishin të mundshme. Dhe kur kishte prova si ato, ishin gjithashtu fituese në shumicën e rasteve. Ndërkohë, në hije, Mimoza nuk po mbrojej vetëm. Ajo po sulmonte. Filloi të qarkullonte nëpër shkollë duke biseduar me punonjës të tjerë, duke mbjellë dyshime, duke krijuar një narrativ alternative. Thoshte se Artani ishte një baba mungesor që përpiqej të kompensonte fajin, se Arta ishte një nën superprotektive që e llastonte të birin, se fëmijët po nxiteshin nga prindërit të gënjenin për atë që ndodhte në klasë. Helmi distiluar në doza homeopatike, nga ai lloj që nuk vret por helmon pak nga pak. Dhe funksionoi me disa njerëz. Kishte nga ata që filluan të dyshonin. Mos vallë të gjithë po egzageronin. Mos vallë ishte thjesht çështje e një mësueseje më tradicionale që përballej me një brez më të ndjeshëm? Mos vallë prindërit po transferonin frustrimet e tyre te shkolla? Dyshimi është një mjet i fuqishëm kur duam të shmangim veprimin, kur duam të ruajmë status quo. Por kishte dikë që nuk po e blinte këtë narrativ alternative, gëzimi, punonjësi që kishte regjistruar audion. Ai ishte i padukshëm në hierarkinë e shkollës, thjesht një tjetër burr në moshë të mesme që pastronte korridoret dhe rregullonte çfarë prishej, por kishte një avantazh që askush nuk e merrte në konsiderat, ai ishte kudo. Dëgjonte biseda në korridore, shihte gjëra që ndodhnin në prapasken, i njihte sekretet që fshiheshin pas dyrëve të mbyllura. Dhe ai e pa Mimozën duke biseduar me Fatosin në parking, pa mënyrën se si ajo manipulonte narrativën, pa edhe diçka që askush tjetër nuk e kishte parë, ai kishte akses në filmimet e kamerave të sigurisë. Jo zyrtarisht, sigurisht, por sepse ishte ai që ndonjëherë ndihmonte teknikun e informatikës kur sistemi kishte probleme, dhe e dinte ku ishte shënuar fjalëkalimi në një letër ngjitse poshtë tastierës së kompjuterit të administratës. Një natë vonë, kur shkolla ishte e zbrazët dhe e heshtur, gëzimi u kthye. Hyri me çelsin e tij si punonjës, shkoi në zyrën e administratës, ndezi kompjuterin dhe filloi të kërkonte. Kamerat regjistronin dhe fshinin automatikisht pas 30 ditësh, por incidenti i letrës kishte ndodhur më pak se 3 javë më parë.
Duhej të ishte ende aty. Dhe ishte. Gëzimi e pa, me zemër të shtrënguar, të gjithë skenën sërish. Lirën që e thërasin të lexoj letrën. Mimozën që merr letrën dhe fillon të lexoj me atë tonin përqeshës. Ndërprerjen. Poshtërimin publik. Copëzat e letrës që bien. Gjithçka e regjistruar në bardhë e zi, pa zë por kristal e qartë. Ai e kopjoi skedarin në një USB, fshiu historikun e aksesit dhe doli nga shkolla para agimit. Të nesërmen në mëngjes, ai e kërkoi Artanin në portën e shkollës dhe i dha USB-n pa thënë shumë gjëra, vetëm, zotërisë do t'i duhet kjo. Dhe para se Artani të mund të pyeste diçka, Gëzimi ishte kthyer tashmë në detyrat e tij, i padukshëm si gjithmonë. Artani e pa videon në makinë, i ndalur aty para shkollës, dhe ju desh të përmbante dëshirën për t'u kthyer brenda dhe për të bërë skandal. Imazhi ishte më i keq se audioja. Të shije të bien të mblidhej kruspull në karrige, të shije fytyrat e fëmijëve të tjerë që qeshnin nga frika, të shije mimozën me atë qëndrimin e dikujt që po jepte një mësim të rëndësishëm. Ishte revoltuese. Por ishte edhe e pakundërshtueshme. Ai ja çoi videon avokatit i cili gati sa nuk u hodh nga karrigia kur e pa, kjo ndryshon gjithçka. Me këtë, nuk ka mbrojtje. Nuk ka si të pretendohet keq interpretim apo kontekst. Gjithçka është aty, vizuale dhe e qartë. Mund të ecim përpara tani jo vetëm me padi për dëme morale, por edhe të njoftojmë drejtorinë arsimore. Kjo është provë materiale e neglizhencës institucionale. Ndërsa procesi ligjor filloi të merrte formë brenda shkollës, po ndodhte një transformim tjetër. Besa ishte bërë, pa dashje, një lloj strehe për disa fëmijë. Zyra e saj ishte gjithmonë plot, me dje me vajza që vinin të bisedonin, të vizatonin, ose thjesht të qëndronin aty në heshtje. Ajo kuptoi se shumë nga ata fëmijë nuk kishin pasur kur një të rritur që t'i dëgjonte pa i gjykuar, pa i korrigjuar, pa u përpjekur t'i formësonte sipas pritshmërive të jashtme. Një ditë, Lira u kthye në zyrën e besës, por këtë herë solli një shoqe, Anën, vajzën që i kishin grisur provimin. Të dyja u ulën bashkë në një jastëk të madh dhe Ana tregoi historinë e saj, këtë herë jo për prindërit, por për dikë që ndjente se e kuptonte vërtet. Studiova aq shumë për atë provim, filloi Ana, me zë të hollë por të prerë. Mamaja më ndihmoi, ne qëndruam deri vonë duke përsëritur. Dhe kur pash se kisha marrë 10, u gëzova aq shumë. Ishte hera e parë që merrja 10 në gjithçka. Dhe unë vetëm doja të festoja, e di? Vetëm doja të isha e lumtur. Por mësuese Mimoza tha se po tregohesha, se po doja të dukesha më shumë se të tjerët dhe ma grisi provimin para të gjithëve. Dhe të gjithë heshtën. Askush nuk tha asgjë. Dhe unë mendova se ishte faji im, se kisha bërë diçka të gabuar duke u gëzuar tepër. Besës ju shtrëngua fyti, por e mbajti zërin të prerë, Ana, ti nuk bëre asgjë të gabuar. Të gëzohesh për arritjen tënde është gjëja më e drejtë në botë. Dhe kushto që të ndëshkoj për këtë po të mësonte një mësim të tmerrshëm dhe të gabuar. Të festosh fitoret nuk është të tregohesh. Është gëzim. Dhe gëzimi është e drejta jote. Gjithmonë ka qenë, gjithmonë do të jetë. Të dyja vajzat u pan dhe, në atë moment, diçka u lidh mes tyre. Nuk ishin më viktima të izoluara. Ishin të mbijetuara që ndanin histori, duke kuptuar se nuk ishin vetëm, se nuk ishin ato problemi. Dhe kjo perceptim, ky vërtetim i ndërsjell, ishte më i fuqishëm se çdo ndërhyrje terapeutike formale. Besës i lindi një ide. I kërkoi leje Vjollcës të bënte një grup mbështetjeje me fëmijët që ishin të prekur emocionalisht. E quajti rreth i bisedës, një emër i butë që nuk tremte askën. Vjollca, e presionuar nga të gjitha anët dhe duke u përpjekur të tregonte se po bënte diçka, e autorizoi. 2 herë në javë, 6 fëmijë mblidheshin në zyrën e besës. Lira, Ana, Genti, Beni, Ela dhe Sara. Uleshin në rreth, me jastëk shumë ngjyresh, dhe besa fillonte gjithmonë me të njëjtën pyetje, a do dikush të ndajë diçka që ka ndier këtë javë? Në fillim, kishte heshtje të rëndë, atë heshtjen e dikujt që është mësuar të mos dëgjohet, të dikujt që ka mësuar se të flasësh mund të jetë e rrezikshme, se të shprehesh ndjenja mund të përdoret kundër teje. Fëmijët shikonin dyshemen, duart e tyre, çdo vend tjetër përveç syve të besës apo syve të njëri tjetrit. Por besa nuk nxitonte. Ajo e dinte se besimi nuk kërkohet, ndërtohet. Tull pas tulle, fjalë pas fjale, heshtje e respektuar pas heshtjeje të respektuar.
Pas 3 seancash të tilla, me besën që vetëm ofronte hapësirë të sigurt dhe biskota shtëpie që i sillte vetë, pak nga pak, shumë ngadalë, zërat filluan të shfaqeshin. Genti, djali me belbëzim, ishte i pari. Tha, me zërin që i dridhej por i vendosur të dilte i plot, unë arrita të lexoj një libër të tërë këtë javë. Pa u bllokuar. Pa belbëzuar. Ishte një libër i vogël për dinosaurët, por e lexova të gjithin pa ndalur. Dhe askush nuk qeshi me mua sepse isha vetëm në dhomë. Por ja dola. Besa buzëqeshi, me atë buzëqeshjen e vërtet që i arrinte deri te syt, Genti, kjo është e mahnitshme. A e di sa e madhe është kjo? Ti u përballe me një frikë të madhe. Dhe fitove. Kjo është guxim i vërtet. Fëmijët e tjerë duartrokitën, të druajtur në fillim, pastaj më të vendosur. Dhe Genti, për herë të parë pas disa muajsh, buzëqeshi gjithashtu. Një buzëqeshje e vogël, pak e turpshme, por e sinqertë. Beni tha se kishte ngritur dorën në orën e matematikës për herë të parë pas disa muajsh, edhe pse me shumë frikë, dhe se mësuesja zëvendësuese që po mbulonte disa orë ja kishte lavdëruar përgjigjen. Ela rrëfeu se ende shite ëndra të këqija me shkollën, se zgjoi natën me zemrën që i rrite fort duke menduar se kishte harruar ndonjë detyrë të rëndësishme ose se kishte bërë diçka të gabuar, por se po përpiqej të kujtonte se nuk ishte faji i saj, se ajo nuk ishte problemi siç kishte thënë Besa. Ana, me atë seriozitetin e dikujt që mban peshë të madhe për moshën, ndau, unë mora 9 në provimin e gjuhës shqipe këtë javë. Dhe kur pash notën, pata frikë të gëzohesha. Qëndrova duke parë anash, duke parë nëse dikush do të zemëroj me mua që kisha dalë mirë. Por pastaj kujtova atë që tha mësuese Bia, se të gëzohesh për arritjet e mia nuk është gabim. Kështu që lash një buzëqeshje të vogël të shfaqej, vetëm pak, vetëm për vete. Dhe nuk ndodhi asgjë e keqe. Askush nuk ma grisi provimin. Askush nuk më quajti që po tregohesha. Unë thjesht u gëzova. Për disa minuta, e lash lumturin të qëndronte. Besës ju desh të gëlltiste nyën në fyt për të mos qarë para fëmijëve. Sepse ajo fitore e vogël e një vajze 6 vjeçare që por i mësonte të kishte leje të ndjente lumturi për arritjet e saj, ishte në të njëjtën kohë e bukur dhe shkatëruese. E bukur sepse ajo po shërohej. Shkatëruese sepse ajo nuk duhej të ishte thyer kurrë. Dhe çdo rrëfim pritej me mikpritje të vërtet, me duartrokitje të buta e të sinqerta, me vërtetim që shkonte shumë përtej fjalëve, me atë praninë e plot që thotë ti ke rëndësi, ndjenja jote ka rëndësi, historia jote ka rëndësi, ti meriton të dëgjohesh dhe të respektohesh. Ishte e bukur për t'u parë, por ishte edhe e trisht në një mënyrë të thellë. Sepse ata fëmijë, aq të vegjël, aq të rinj, po duhej të rimësonin gjëra absolutisht bazike që kurrë, në asnjë rrethan, nuk duhej t'i kishin harruar. Që të gabosh është pjesë e procesit të mësuarit, se askush nuk lind i ditur, se të pyesësh nuk është shenjë budallallku, por kurioziteti të shëndetshëm, se të tregosh lumturi kur ndodh diçka e mirë nuk është të tregohesh, por është përgjigje normale njerëzore, se të ndjesh frikë është e vlefshme dhe nuk do të thotë se je i dobët, vetëm se je njeri i brisht, real. Ndërkohë, Artani po përmbushte premtimin që i kishte bërë Lirës nën manin e madh. Ai kishte riorganizuar plotësisht agjendën e tij. Mbledhjet që ishin të shenjta u anuluan. Udhëtimet u anuluan ose u reduktuan. Ai filloi të dilte nga zyra në orën 5 pasdite, gjë që nuk e bënte prej vitesh, për të marrë Lirën nga shkolla. Hanin darkë bashkë çdo ditë, pa celular në tavolinë, duke biseduar për ditën, për ëndrat, për frikërat, për asgjë dhe për gjithçka. Lira ishte ndryshe. Jo se gjithçka ishte zgjidhur magjikisht, por ajo ishte më e lehtë. Qeshte më shumë. Fliste më shumë. Dhe një natë, ndërsa Artani po e vinte në gjumë, ajo tha diçka që e bëri të kuptonte se ishte në rrugën e duhur. Babi, faleminderit që je këtu. Vërtet këtu, jo vetëm në dhomë, por këtu me mua vërtet. Artani e përqafoi të bien fort, duke ndier një emocion që nuk e dinte më se ishte i aftë ta ndjente. Dhe kuptoi se po rikuperonte jo vetëm besimin e së bijës, por edhe një pjesë të vetes që e kishte humbur rrugës, në atë garën e çmendur për sukses që kishte harruar të pyeste cili ishte përkufizimi i vërtet i suksesit. Situata në shkollë, megjithatë, ishte larg të qenit e zgjidhur. Mimoza vazhdonte të jepte mësim, edhe me presionin në rritje, sepse ligjërisht nuk kishte ende arsye formale për ta larguar pa një proces të plot disiplinor. Dhe kjo po i bënte fëmijët edhe më të hutuar.
Ata shinin prindërit e revoltuar, shinin biseda në korridore, ndjenin tensionin në ajër, por ende duhej të uleshin në klasë dhe të shtireshin sikur gjithçka ishte normale. Ishte gjatë një prej këtyre orëve të tensionuara që ndodhi incidenti që askush nuk e priste. Genti, djali që kishte zhvilluar belbëzim, po përpiqej t'i përgjigjej një pyetje në matematikë. Ishte nervoz, zëri i dridhej dhe në mes të përgjigjes ju ngecën fjalët. Mimoza, ndoshta e lodhur nga gjithë presioni, ndoshta duke ndjerë se po humbiste kontrollin, ose ndoshta thjesht duke qenë ajo që ishte gjithmonë, bëri një koment acid: nëse nuk arrin të flasësh siç duhet, është më mirë të heshtësh dhe të lësh të përgjigjet kush di. Klasa heshti. Por këtë herë ndodhi diçka ndryshe. Lira, vajza e vogël dhe e qetë që gjithmonë kishte frikë të shkaktonte probleme, ngriti dorën dhe tha, me zërin që i dridhej por të qartë: mësuese, kjo nuk është e drejtë. Genti po përpiqet. Dhe të përpiqesh është ajo që duhet të bëjmë. Ju gjithmonë e thoni këtë. Shoku ishte i dukshëm në fytyrën e Mimozës. Një fëmijë 5 vjeçar po e konfrontonte. Para gjithë klasës. Ajo hapi gojën të përgjigjej, ndoshta me diçka të ashpër dhe qortuese, por një fëmijë tjetër ngriti dorën. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Si një val, fëmijët filluan të manifestoheshin, jo ende me fjalë, por me atë gjestin e thjesht të ngritjes së dorës, të tregimit se ishin aty, se shihnin, se nuk ishin dakord. Mimoza u zbe. Humbi plotësisht kontrollin e klasës. Dhe për herë të parë pas vitesh, ajo kuptoi se nuk kishte më pushtet absolut. Se fëmijët, edhe pse të vegjël, kishin zë. Dhe se zëri kolektiv nuk heshtet lehtë. Ajo i dërgoi të gjithë në pushim më herët dhe mbeti vetëm në klasë, duke marrë frymë thellë, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Dhe ishte në atë moment që Besa u shfaq në derë, me atë qetësinë profesionale, por me një vështrim që e bënte të qartë se e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte. Mësuese Mimoza, duhet të flasim. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, Mimoza kuptoi se loja kishte ndryshuar, se nuk kishte më si të manipulonte narrativën kur e vërteta po bërtiste nga të gjitha anët, se ajo nuk ishte më autoriteti i palëkundur, por thjesht një grua që më në fund po mbahej përgjegjëse për veprimet e saj. Biseda mes Besës dhe Mimozës u zhvillua në një dhomë të zbrazët, larg veshëve kureshtar, por jo aq larg sa tensioni të mos depërtonte përmes mureve. Besa hyri me raportin e saj të përditësuar, me të dhëna të reja që kishte mbledhur gjatë seancave të rrethit të bisedës, dhe i vendosi të gjitha mbi tavolinë mes tyre, si dikush që vendos letrat në një lojë që nuk pranon më blofe. Mësuese Mimoza, filloi Besa, duke ruajtur atë tonin profesional por të prerë që përdorte kur duhej të ishte absolutisht e qartë: unë nuk kam ardhur këtu për t'ju gjykuar si person, por për të paraqitur fakte si profesioniste. Në 3 muajt e fundit që jam në këtë shkollë, kam takuar 20 fëmijë nga klasa të ndryshme. Nga këta 20, 8 janë ose kanë qenë nxënësit tuaj. Nga këta 8, të gjithë paraqesin shenja stresi emocional të lidhur specifikisht me mjedisin e klasës. Ankth paraprak para orëve tuaja. Frikë për të marrë pjesë. Regresione në sjellje. Ëndra të këqija. Kjo nuk është rastësi. Ky është një model. Dhe modeli tregon shkakun. Mimoza u përpoq të mbrojë duke përdorur të njëjtat argumente që kishte përsëritur, se fëmijët e sotëm ishin tepër të brishtë, se prindërit ishin tepër lejues, se ajo thjesht përpiqej t'i përgatiste ata fëmijë për një botë reale që nuk do të ishte e butë me ta, se rreptësia nuk ishte abuzim, se kufit ishin të nevojshëm. Por zëri i saj ishte ndryshe tani. Nuk kishte më atë sigurinë e palëkundur. Kishte diçka që po çahej poshtë, diçka që ndoshta edhe ajo vetë nuk donte ta pranonte se e dinte që ishte gabim. Besa dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë, duke pritur që Mimoza të mbaronte, dhe pastaj u përgjigj me një pyetje të thjeshtë por shkatëruese: dhe funksionoi? Këta fëmijë që ju i trajtuat me kaq rreptësi, a janë më të përgatitur për botën? Apo thjesht kanë më shumë frikë prej saj? Mimoza nuk u përgjigj. Sepse përgjigjja ishte tepër e qartë në historitë e Gentit që belbëzonte, të anës me frikë të ndjente lumturi, të lirës që i kërkonte babagjyshit që babai të bëhej sërish baba, sepse nuk ndihej e denjët ja kërkonte këtë drejt për drejt. Përgjigjja ishte në 12 referimet psikologjike, te prindërit e raskapitur, te fëmijët që zgjoheshin me ëndra të këqija për shkollën. Besa vazhdoi: më but tani, jo me keqardhje por me atë ndëshmërinë e dhimbshme por të nevojshme që ndonjëherë është e vetmja rrugë për ndryshim real.
mësuese, unë nuk e di se çfarë ju ka sjell deri këtu. Deri në këtë pikë ku edukimi u kthye në kontroll, ku mësimdhënia u kthye në dominim, ku kujdesi u kthye në lëndim. Nuk e di nëse jeni lënduar në të kaluarën nga ndonjë mësues që ju ka trajtuar kështu dhe tani po përsërisni modelin pa e kuptuar. Nuk e di nëse jeni e lodhur nga profesioni pas kaq shumë vitesh, nëse keni humbur magjepsjen që keni pasur dikur, nëse sistemi arsimor ju ka masakruar shpresën dhe vokacionin. Nuk e di nëse keni probleme serioze personale që po derdhen në punë, nëse ka diçka në jetën tuaj private që ju lë kaq të frustruar saqë ky frustrim përfundon te fëmijët që nuk kanë si të mbrohen. Unë nuk i di këto gjëra sepse nuk ju njoh thellësisht. Por di një gjë me siguri absolute, kjo duhet të ndalojë menjëherë. Sepse çdo fëmijë që kalon nëpër klasën tuaj nuk është një fletë e bardhë që pret të modelohet me ashpërsi, nuk është një ushtar i vogël që trajnohet për luftë. Janë njerëz të vegjël, jashtëzakonisht të brishtë, që janë në vitet e para të formimit të personalitetit të tyre, të vetvlerësimit të tyre, të botkuptimit të tyre. Janë fëmijë që besojnë, sepse janë mësuar të besojnë se të rriturit përgjegjës për ta do të kujdesen, do të mbrojnë, do të mësojnë me dashuri dhe respekt, jo t'i lëndojnë sistematikisht ditë pas dite, orë pas ore. Dhe kur një i rritur e thyen këtë besim themelor, kur përdor pushtetin e pamas që ka mbi një fëmijë 5-6 vjeçar për ta zvogëluar në vend që ta ndërtoj, për ta shkatëruar në vend që ta ushqejë. Dëmi emocional mund të zgjas një jetë të tërë, mund të përcaktoj se si ai person do të lidhet me autoritetin, me të mësuarit, me aftësinë e tij për të ëndërruar për gjithë ekzistencën e tij. Për herë të parë që kur kishte filluar gjithë ajo stui, që kur audioja ishte zbuluar, që kur prindërit ishin organizuar, që kur prokuroria ishte vënë në dijeni, Mimoza qëndroi në heshtje absolute dhe të vërtetë. Nuk ishte heshtja e dikujt që po planifikon kundër sulmin, e dikujt që po përgatit mbrojtjen, e dikujt që po kërkon justifikime. Nuk shoqërohej me zemërim të hapur apo indinjat mbrojtëse. Ishte një heshtje ndryshe, më e thellë, më e rëndë. Një heshtje që vinte nga një vend i raskapitjes ekzistenciale, e dikujt që kishte mbajtur një maskë të rëndë për një kohë të gjatë dhe që më në fund, në mpeshën dërmuese të së vërtetës së ekspozuar pa filtra, nuk kishte më energji për ta mbajtur atë maskë në vend. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kishte edhe fillimin e diçkaje që i ngjante vagullisht ndërgjegjësimit të sinqert për atë që kishte bërë, për dëmin që kishte shkaktuar, për jetët e vogla që i kishte shënuar negativisht. Nuk ishte ende pendim i plot, nuk ishte shpengim i menjëhershëm si në filma, por ishte një e qarë në strukturën e mohimit që ajo kishte ndërtuar rreth vetes. Dhe të qarat, sado të vogla, janë hapi i parë drejt shembjes dhe rindërtimit eventual. Ndërkohë, proceset ligjore ndiqnin rrjedhën e tyre. Prokuroria ishte njoftuar, një prokurore e specializuar për të drejtat e fëmijëve dhe adoleshentëve kishte marrë përsipër rastin, dhe shkolla ishte në nënhetim formal. Mediat lokale e kishin kapur historinë dhe ndonë se Artani kishte kërkuar që të mos ekspozoheshin fëmijët, rasti fitoi jehon si një shembull se si institucionet arsimore ndonjëherë dështonin në mbrojtjen e nxënësve. Presioni u bë i paqëndrueshëm. Fatosi, kushëriri i Mimozës në bordin drejtues, u desh të tërhiqej. Mbrojtja e tij politike nuk mund ta mbante më valën. Dhe Vjollca, duke kuptuar se karriera e saj ishte në rrezik për shkak të mosveprimit, më në fund mori vendimin që duhej ta kishte marrë muaj më parë, e largoi Mimozën përfundimisht, hapi një proces administrativ formal, dhe thirri një mbledhje të përgjithshme me të gjithë prindërit për të shpjeguar masat që po merrte shkolla. Mbledhja ishte e tensionuar por e nevojshme, e ngarkuar me atë elektricitetin në ajër që ndodh kur të vërtetat e vështira duhen thënë me zë të lartë, kur plagët duhen ekspozuar për të mundur të shërohen. Salla e vogël e shkollës ishte plot me prindër në këmbë të mbështetur pas mureve sepse karriget nuk mjaftonin, të gjithë me atë shprehjen e dikujt që është mes shpresës dhe dyshimit, mes dëshirës për të besuar se gjërat do të përmirësohen dhe frikës se mos është thjesht një tjetër teatër institucional. Vjollca u ngjit në skenën e vogël të improvizuar me mikrofonin në dorë që i dridhej lehtë dhe për herë të parë në gjithë karrierën e saj si drejtoresh, u duk sinqerisht e brishtë, sinqerisht njerëzore. Jo vetëm një figurë administrative e fshehur pas protokolleve dhe justifikimeve burokratike. Ajo kërkoi falje publike dhe nuk ishin ato faljet boshe të dikujt që po lexon një skenar të përgatitur nga departamenti ligjor për të shmangur proceset gjyqësore. Ishin falje jo perfekte, të ndërprera, ku ajo pranoi hapur se kishte dështuar. Se kishte prioritizuar ruajtjen e aparencës institucionale mbi mirëqenien reale të fëmijëve.
Se kishte zgjedhur rrugën më të lehtë të injorimit të sinjaleve paralajmëruese, sepse përballja me të vërtetën do të thoshte konflikt i brendshëm, do të thoshte të pranonte se sistemi ishte i prishur, do të thoshte të merrte vendime të vështira që mund të komprometonin pozicionin e saj. Se kishte lejuar që politika e brendshme, farefisnit, lehtësitë administrative të ishin më të rëndësishme se mbrojtja e nxënësve që ishin nën përgjegjësinë e saj. Se kishte dështuar në misionin më bazik dhe themelor të çdo edukatori, të çdo të rrituri përgjegjës për fëmijët, t'i mbante ata të sigurt, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Nuk ishin falje perfekte, është e vërtet, nuk e fshinin magjikisht atë që kishte ndodhur, nuk e kthenin pas traumën që disa fëmijë kishin zhvilluar, nuk i kthenin muajt apo vitet e vuajtjes së heshtur. Por ishin një fillim real i diçkaje ndryshe. Ishin një njohje publike dhe zyrtare e dështimit institucional. Ishin një i rritur në pozitë autoriteti që pranonte se kishte gabuar rënd. Dhe kjo, në atë kontekst, në atë shkollë, në atë sistem, do të thoshte diçka e rëndësishme. Artani ishte në mbledhje, ulur pranë lirës të cilën e kishte sjell sepse mendonte se ishte e rëndësishme që ajo të shihte se edhe të rriturit gabojnë, por mund të marrin përgjegjësi dhe të përpiqen të rregullojnë. Lira mbante fort dorën e të atit dhe her pas here e shikonte sikur po kontrollonte nëse ai ishte vërtet aty, vërtet i pranishëm, vërtet në anën e saj. Në fund të mbledhjes, Vjollca njoftoi ndryshime, zbatimin e një protokolli më të rrept për ankesat e prindërve dhe nxënësve, mbikëqyrje më të afërt të klasave, trajnim të detyrueshëm për shëndetin mendor të fëmijëve për të gjithë mësuesit, dhe punësimin e një psikologu tjetër për të ndihmuar besën. Nuk ishte perfekte, nuk zgjidhte gjithçka, por ishte një lëvizje në drejtimin e duhur. Pas mbledhjes, disa nëna iu afruan Artanit për ta falënderuar. Arta tha, me lot në sy, faleminderit që nuk hoqe dorë. Faleminderit që përdore privilegjin që ke për të bërë zhurmë. Shumë prej nesh donim, por nuk kishim guxim, nuk kishim burime, nuk kishim zë që të dëgjoj. Ti hape rrugën. Dhe tani ne mund të ecim së bashku. Artani, për herë të parë, e kuptoi plotësisht atë që Lira kishte kërkuar në letër. Nuk ishte vetëm që ai të ishte i pranishëm fizikisht. Ishte që të përdorte praninë e tij, fuqinë e tij, zërin e tij për të bërë një ndryshim real në jetën e njerëzve që donte dhe madje edhe të atyre që nuk i njihte. Ishte për përgjegjësinë që vjen me privilegjin. Atë natë, në shtëpi, në apartamentin që më parë ishte vetëm një vend ku Artani flinte disa orë mes një angazhimi dhe tjetrit, por që tani po shndërrohej në një shtëpi të vërtet, ai përgatiti darkën e preferuar të Lirës. Makarona me salcë domateje të thjesht, shumë bazike, asnjë recetë e sofistikuar nga shefa me yje apo përbërës të shtrenjtë të importuar. Vetëm makarona spirale, domate të freskëta të prera, hudhër e skuqur në vaj ulliri, borzilok që e kishin mbjell bashkë në një vazo në balkon, krip, piper i zi i bluar në çast. Asgjë e sofistikuar, asgjë për Instagram, por e bërë me vëmendje të plot, me dashuri të përqendruar, me duart që më parë vetëm nënshkruanin kontrata dhe shtrëngonin duar në mbledhje biznesi, tani gjithashtu duke prerë domate me kujdes. Duke përzier tenxhere ngadalë, duke provuar erëzat dhe duke i rregulluar, duke bërë ato gjërat e përditshme dhe në duke të parëndësishme që ndërtojnë intimitet të vërtetë. Ata hëngrën bashkë në tryezën e kuzhinës, jo në sallën e ngrënies formale dhe gjigante që pothuajse nuk e përdornin kurrë sepse ishte tepër e madhe, tepër e ftohtë, tepër plot me objekte dekorative të shtrenjta por bosh me kujtime. Në kuzhinë, me pjata të thjeshta, peceta letre, gota me lëng, ata biseduan për gjëra të vogla dhe të mëdha njëkohësisht. Lira tregoi për orën e artit ku kishte vizatuar një familje të lumtur dhe mësuesja e re e kishte lavdëruar për ngjyrat e gjalla që kishte përdorur. Tregoi për rrethin e bisedës dhe sa mirë ishte të mund të fliste për gjërat që ndjente pa frikë se do të gjykojë apo ndëshkojë, se si fëmijët e tjerë kishin gjithashtu histori të ngjashme me të sajën. Se si zbulimi se nuk ishte vetëm kishte qenë çlirues, se si të mësonte se ndjenjat e saj ishin të vlefshme, kishte ndryshuar diçka themelore brenda saj. Dhe pastaj, mes një piruni makaronash dhe tjetrit, me pak salcë që i rrifte në cep të gojës, ajo tha diçka që Artani do ta ruante në zemër, të gdhendur në bronz, për gjithë jetën. Babi, e di atë letrën që i shkrova babagjyshit vitin e kaluar? Atë që mësuesja e grisi? Mendoj se ai e mori gjithsesi. Jo ashtu si që prisja kur e shkrova, jo me magjinë e filmave vizatimor dhe slitën e tërhequr nga drerët fluturues që përshkojnë qiellin. Por ai e mori në një farë mënyre. Sepse ti je këtu tani. Ti u ktheve.
Jo vetëm u ktheve fizikisht, por u ktheve vërtet, me gjithë zemër. Artanit ju desh të ngrihej dhe ta përqafonte të bien për një kohë të gjatë, sepse fjalët i ishin ngecur në fyt dhe vetëm përqafimi mund të thoshte atë që ndjente. Dhe ishte në atë përqafim që ai kuptoi se kishte rikuperuar jo vetëm marrëdhënien me të bien, por edhe një pjesë të vetes që kishte harruar se ekzistonte, atë pjesën që e dinte se suksesi nuk matet me para apo status, por me sa dashuri arrin të japësh dhe të marrësh, në sa jetë arrin të prekësh pozitivisht, në sa prani të vërtet arrin të ofrosh. Disa javë më vonë, erdhi sërish dhjetori. Një vit i tërë kishte kaluar që nga letra e grisur. Shkolla ishte ndryshe. Mimoza nuk ishte më aty, ishte larguar përfundimisht dhe, sipas thashë themeve, po bënte vetë trajtim psikologjik, duke u marrë me plagët e saj që i kishte projektuar te fëmijët. Një mësuese e re kishte marrë klasën, një grua e re dhe plot energji që besonte se të mësosh ishte të frymëzosh, jo të kontrollosh. Shkolla organizoi një festë për mbylljen e vitit shkollor dhe këtë herë e bën ndryshe. Në vend që thjesht t'u kërkonin fëmijëve të shkruanin letra për babagjyshin me kërkesa materiale, u kërkuan të shkruanin letra mirënjohjeje. Për dikë që kishte bërë një ndryshim në jetën e tyre, që kishte qenë i pranishëm, që i kishte ndihmuar në një farë mënyre. Lira e shkroi letrën e saj në klas, me kujdes, duke vizatuar lule në bordura. Dhe kur mësuesja kërkoi që kush të donte ta ndante, Lira ngriti dorën pa frikë. Lexoj me zë të lartë, me atë zërin që më parë i dridhej por tani ishte i prerë. I dashur baba, faleminderit që u ktheve. Faleminderit që ha darkë me mua çdo ditë. Faleminderit që më merr nga shkolla. Faleminderit që më pyet si e kalova ditën. Faleminderit që më dëgjon vërtet. Ti gjithmonë ke qenë baba im, por tani je babi. Dhe kjo është dhurata më e mirë që mund të merrja. Klasa duar trokiti. Mësuesja kishte lot në sy. Dhe Artani, i cili ishte ftuar në festë dhe ishte ulur në fund të klasës me prindërit e tjerë, ndjeu zemrën t'i shtrëngoi në një mënyrë të mirë, në atë mënyrën që shtrëngohet kur kupton se ke arritur të bësh diçka të drejtë, se ke arritur të rregullosh diçka që ishte prishur. Pas prezantimit, fëmijët kishin një surprizë. Kishin përgatitur një shfaqje të vogël për rëndësinë e të pasurit të rritur që dëgjojnë, që vërtetojnë, që kujdesen. Ishte e thjesht, pak e shtrembër siç e bëjnë fëmijët, por ishte e bukur në sinqeritetin e saj. Genti kishte një nga rolet kryesore dhe arriti t'i thoshte të gjitha fjalët pa belbëzuar. Ana buzëqeshte hapur, pa frikë të tregonte lumturi. Ela po merrte pjesë, jo e fshehur në një cep. Të gjithë fëmijët e rrethit të bisedës ishin aty, të gjallë, duke marrë pjesë, duke qenë fëmijë ashtu siç duhej të kishin qenë gjithmonë. Në fund të festës, Artani qëndroi pak duke biseduar me prindërit e tjerë. Ata kishin krijuar një grup mbështetjeje që mblidhej çdo muaj për të biseduar për sfidat e prindërimit, për të ndarë përvoja, për të ndihmuar njëri tjetrin. Nuk ishin më vetëm prindër të izoluar që përballeshin vetëm me probleme. Ishin një komunitet. Besa ishte gjithashtu në festë, duke vëzhguar gjithçka me atë buzëqeshjen e dikujt që e di se puna e saj po bën ndryshim. Artani ju afrua dhe e falenderoi, ti shpëtove ti me bi. Shpëtove disa fëmijë. Nuk di si të falenderoj. Besa tundi kokën, unë nuk shpëtova askën. Unë thjesht u dhash hapësirë që ata të shpëtonin veten. Dhe ti bëre pjesën më të rëndësishme, përdore zërin tënd kur mund të kishe heshtur. Kjo është ajo që bën ndryshim real. Kur festa mbaroi dhe shkolla filloi të zbrazej, Artani dhe Lira ecën bashkë deri te makina, të kapur për dorë. Dielli po perëndonte mbi Tiranë, duke e pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe rozë, dhe kishte atë ndjesinë e rifillimit në ajër, të një cikli që po mbyllej por të një tjetri që po hapej. Në makinë, Lira pyeti, babi, vitin tjetër do t'i shkruaj një letër tjetër babagjyshit. Por këtë herë do të jetë ndryshe. Çfarë do të shkruash? Pyeti Artani, kur e shtar. Lira mendoi për një moment dhe pastaj tha, do të kërkoj që edhe fëmijët të tjerë të kenë prindër të pranishëm. Që shkollat të tjera të kenë mësuese të mira. Që askush të mos grisë më ëndrat e fëmijëve. A mendon se babagjyshi mund ta bëjë këtë? Artani buzëqeshi, me atë buzëqeshjen që vinte nga një vend i thellë dhe i vërtet, mendoi se babagjyshi nuk mund t'i bëjë të gjitha vetëm. Por mendoj se kur njerëzit bashkohen, kur përdorin zërat e tyre, kur vendosin se mund të bëjnë më mirë, atëherë po, gjërat ndryshojnë. Dhe ne mund të jemi pjesë e atij ndryshimi.
Ti tashmë ke qenë pjesë e atij ndryshimi, Lira. Ti dhe guximi yt për të shkruar atë letër, për të kërkuar atë që të duhej. Ata udhëtuan drejt shtëpisë ndërsa qyteti ndiste dritat e tij. Dhe atë natë, hëngrën darkë bashkë sërish, biseduan për ditën, qeshën me shaka pa krip, bën plane për pushimet. Gjëra të thjeshta. Gjëra të vogla. Gjëra që e bëjnë një jetë të vlefshme. Lira fjeti e qetë atë natë, pa ëndra të këqija, pa frikë, e përqafuar me arushin pelush dhe me një buzëqeshje në buzë. Dhe Artani qëndroi një kohë duke e parë të flinte, duke menduar se si gati sa nuk e kishte humbur atë, se si gati sa nuk I kishte lënë vitet të kalonin pa qenë vërtet I pranishëm, se si një letër e grisur dhe guximi I një vajze të vogël kishin ndryshuar gjithçka. Ai mori copëzat e asaj letre origjinale që I kishte ruajtur në një sirtar, ato copëzat që I kishte mbledhur nga dyshemeja e klasës atë ditë që dukej si një përjetësi më parë. Ishte përpjekur t'i ngjiste sërish, dhe ndonë se ishte e gjitha e arnuar, plot me shenja skoçi, mund të lexoj. E ruajti sërish, por tani jo si kujtim dhimbjeje, por si kujtim transformimi. Se ndonjëherë gjërat duhet të thyen që ne të kuptojmë sa të rëndësishme janë. Se kur nuk është vonë për të rregulluar atë që është gabim, për të kërkuar falje, për të ndryshuar drejtim, për të qenë I pranishëm. Dhe ndërsa Tirana flinte jashtë, me miliona historitë e saj që ndodhnin njëkohësisht, brenda atij apartamenti kishte paqe. Një paqe e fituar, e ndërtuar tull pas tulle, bised pas bisede, darkë pas darke, prani pas pranie. Një paqe që vinte nga të diturit se, pavarësisht të gjitha gabimeve, pavarësisht të gjitha dështimeve, ende kishte kohë për të bërë ndryshe. Ende kishte kohë për të qenë babai, nëna, I rrituri, personi që fëmijët kishin nevojë. Ende kishte kohë për të shndërruar kërkesat në letra në realitet të jetuar. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Lirës dhe Artanit t'ju ketë prekur zemrat thellësisht. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim transformimi dhe pranie, nëse ndjek diçka duke ndjekur këtë familje që mësonte se çfarë ka vërtet rëndësi, klikoni butonin më pëlqej. Abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa në këtë rrëfim. Ishte guximi I Lirës për të shkruar atë letër? Ishte transformimi I Artanit nga biznesmen mungesor në baba të pranishëm? Apo ishte forca e fëmijëve të tjerë që gjetën zërin së bashku? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe emocionuese si kjo, histori që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë për jetët dhe zgjedhjet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju prek ndjenjat dhe do t'ju bëjë të mendoni se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë.